Fshatat malor të Dropullit të Sipërm disponojnë shumë punime ujore. Gjatë 5 dekadave të fundit, përveç investimeve publike në rrjetin e Ujësjellësit, kanë qenë vetë banorët që kanë kontribuar kryesisht me punë vullnetare. 15 banorë me banim të përhershëm në fshatin Likomil të Dropullit të Sipërm përballen prej disa ditësh me mungesën e ujit të pishëm. Njëkohësisht, gjatë fundjavës në këtë fshat vinë edhe emigrantët, sidomos ata që banojnë në qytetin e Janinës në shtetin grek. Fshati Likomil është fshati më i ri në këtë zonë, ku janë ndërtuar 2 rrjete ujësjellësi, rrjeti i vjetër nga burimi i Pepelit dhe rrjeti para 3-4 viteve nga burimi i Marit të Stugarës. Rreshtet e dëndura të shiut në fillim të janarit kanë dëmtuar rrjetin e ujësjellësit. Pasqyrave të fundit me rrjetin e ujësjellës në fshat na e dëmtoi krejtësisht rrjetin e ujit të pishëm. 3 vjet ne kemi marrë ujë nga mali i Stugarës. Ishte kaq i rëmbishëm sa shpartalloi. Megjithatë, është gjendur një zgjidhje provizore, por banorët tregojnë jashtë kamerës se sasia e ujit është e pamjaftueshme. Një zgjidhje provizore me një ish kanali ujit të pishëm, kemi neve para se të marrim tani. Marrim 2-3 litra ujë sa për të pirë. Nuk na mjafton as për të larë, nuk na mjafton as për lavatriçe e të tjera, do me thënë që kanë zonjat e shtëpisë ose edhe neve as për të larë fytyrën. Njëkohësisht, në fshatin Likomil janë shënuar dome të konsiderueshme edhe në infrastrukturën rrugore, por me ndërhyrjen e strukturave vendore, pjesa më e madhe e tyre është rikuperuar.